përforcohen apo shtohet ideja që Izraeli dhe SBA mund ta godasin sërish Iranin. Si e vlerëson këtë moment, dhe këtë e kemi informacion nga shumë burime, nuk është problemi se sa vjen dhe tensionet rriten dhe parajmërohet për goditje potenciale në Teheran. Këtë e kemi nga Jerusalem Posti, këtë që sapo citova. Po, shikoj. Mund citoj edhe të tjera, po ka edhe të tjera, unë i shoh të pak a shumë si operacione psikologjike ndaj saj, por ka pasur lëvizje në 4 ditët e shkuara nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në drejtim të bazës Al Udeidës në Katar kanë fluturuar 12 avion Cistern. Po. Nga emisioni erës tjetër, regjia duhet ta kem një foto. Janë vendosur këto 12 avion Cistern në bazën e Al Udeidës në Katar. Gjithashtu, kurse pardje dhe dje ka pasur lëvizje të bombarduesve B2 dhe 4 bombardues B2 kanë fluturuar dhe aktualisht nga baza amerikane dhe janë aktualisht në Britaninë e Madhe, pra në Britaninë e Madhe. Domethënë ndodhen në afërsitë sepse mund ta quajmë rrezi atyre fluturimit është mbi 14.000 kilometra, kështu që mund ta quajmë deri diku. Plus kemi aeroplan mbajtësen Ford, e cila mori pjesë edhe në goditjen e parë, pra kur u godit herën e parë Irani, aeroplan mbajtësja Ford tashmë ka kaluar Gjilbratarin dhe është duke hyrë, parashikohet që nesër të hyrë në kanalin e Suezit dhe të shkojë dhe të vendoset në detin e Arabisë. Pra atje ku ishte herën e parë kur godit. Pra ka pasur një lëvizje trupë, po jo në atë sasinë që ishte herën e parë që godit Irani, pra nuk kemi të njëjtën sasi të lëvizjes të forcave. Dhe duke u nisur nga kjo, pavarësisht se po thuhet Irani, unë mendoj që nuk do të goditet Irani, po mendoj në bazë të kësaj, sepse për të goditur Iranin duhet edhe një aeroplan mbajtëse tjetër që të ofrohet, duhet të ofrohen edhe të paktën një 6 nëndetëse të cilat mbajnë raketa Tomahawk, duhet të ofrohen edhe 2 ose të paktën 2 fregata të cilat edhe ato mbajnë raketa Tomahawk dhe raketa të tjera për mbrojtjen e kësaj aeroplan mbajtëse, për mbrojtjen e të gjitha seteve të tjera ushtarake që ka Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rajon, dhe nuk e shoh këtë si një përgatitje, pra nga ana përgatitjes ushtarake nuk është e tillë që do mund të godasi Iranin. Pra është më pak se sa ishte mund të jetë fillimi i një organizimi, por mbledhja ushtarake, pra grumbullimi i forcave ushtarake është 2 herë më e pakët se sa ishte herën e parë. E qartë. Kur godit. Dhe unë këtë e shoh si një aspekt që nga ky aspekt, duke qenë se 2 herë më e pakët, domethënë ata nuk shohin një rrezik të madh. Dhe unë mendoj që jemi te çështja e goditjes së Afganistanit. Pra nëse mbani mend, para disa kohësh, para një 2 javësh, Trumpi i kërkoi qeverisë afgane, pra talibanëve që t'i dorëzojnë bazën e Bagramit. Ata i thanë që asgjë bëhet fjalë që amerikanët të vinë me këtu. Dhe ai, nëse mbani mend, deklaroi që në rast se nuk na japin, ata do ta shohim se çfarë do t'ju bëjmë. Dhe në këtë aspekt, unë e shoh këtë grumbullim si një grumbullim i cili do ta përdori për të goditur asetet e talibanëve në Afganistan. Pra në rast se nuk na jemi gazën dhe ai të fillojë të godisë në këtë aspekt, të godasi sërish, pra të godasi objektiva ushtarak të talibanëve në Afganistan. Dhe ardhja e 4 B2-shve shërben në këtë, edhe ardhja e aeroplan mbajtëses Ford në këtë shërben për të lëshuar raketa dhe avion të cilët do mund të kalojnë nëpërmjet Pakistanit, pra vitin në detin e Arabisë dhe pastaj kalojnë nëpërmjet Pakistanit dhe godasin. Dhe takimi që Trumpi bëri para 2 ditësh me kryeministrin pakistanez, pra e ftoi në Shtëpinë e Bardhë, mendoj që është në këtë aspekt, pra nuk ka aspekt tjetër. Dhe ai dha mbështetjen e plot, pra ministri pakistanez tha që ne japim mbështetjen e plot Shtetet Bashkuara të Amerikës për çfarë do lloj veprimtarie që ata duan të bëjnë në rajon. Pra kjo ishte ajo lidhet. Dhe kjo mbështet, pra duke bërë bashkë këto deklarata, këto veprime, unë mendoj që e vetmja gjë pra është që të godasin, pra ata nuk mund të godasin se kur Iranin e kanë këtu, nuk kam se ta kapin veshin nga mbrapa, se vërtet Pakistani ka kufi me Iranin, po që të godasësh Iranin nga Pakistani duhet të shkosh në Pakistan dhe të vish kështu mbrapa. Ndërkohë që ti e ke Iranin këtu, pra nuk ke nevojë ta bësh këtë. E vetmja mundësi që shoh është goditja e Afganistanit për të treguar që shiko, neve godasim, do të godasim disa objektiva me arsyet, pra me arsyet të paarsyeshme, tashmë arsyeja është bërë e paarsyeshme, nuk ke nevojë të godasësh në këtë rendin e ri që këta po mundohet të instalojnë, pra është rendi i ri i xhunglës ku çdo kush godet çdo kënd sipas dëshirës dhe sipas fuqisë. Pra po shkojmë drejt instalimit të një fashizmi të ri në rend botror,
Dhe mendoj që goditja do të jetë ndaj Pakistanit. Ndaj Afganistanit. Ndaj Afganistanit. Pra, mund të jem totalisht i gabuar. Po, jo, nga që edhe... Por, duke bërë analizën e grumbullimit të forcave, duke bërë analizën e veprimeve diplomatike që ka ndodhur në këtë javën e fundit, mendoj që është kjo dhe jo goditja ndaj Iranit. Nuk është se goditja ndaj Iranit nuk do të bëhet. Po, jam i bindur dhe kam thënë që do të bëhet. Pra Izraeli do të ketë, por akoma aktualisht Izraeli para disa ditësh, sipas një gazete izraelite, deklaron që Izraeli ka arritur të ngrejë vetëm 75% të kapaciteteve të aerodromit. Pra, të ringrej. Dhe derisa këto kapacitete është normal në çfarëdo lloj mbrojtje kundërore, derisa këto kapacitete janë 85% e lartë, ti nuk mundesh të nisësh asnjë lloj sulmi sepse nuk ke kapacitete të mbrojtjes. Kështu që derisa këto kapacitete bëhen 85%, do edhe pak kohë, mund do edhe 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj. Kjo është. Por që të godasi sot e nesër, pra brenda këtij muaji nuk besoj që do të goditet brenda këtij muaji sepse nuk ka këto kapacitete të mbrojtjes. Ata duan të vazhdojnë të godasin, të mos harrojmë që vazhdon Rusia të rrisi kapacitetet e mbrojtjes kundërore dhe të mbrojtjes ajrore të Iranit. Duke i dhënë së fundmi ka dhënë atë avion MiG-29 të tipit të ri në përdorim. Pra në përdorim, duke qenë se nuk i ka plotësuar dot nevojat me Su-35 cilat i ka bler. Ja ka dhënë Rusia Iranit në përdorim. Janë avion MiG-29, janë të gjeneratës 4.5, pra nuk janë të gjeneratës 5 o diçka tjetër, po ja ka dhënë në përdorim. E qartë. Në zëvendësim të Su-35-ve që duhet i jepte, por që është mbrapa në prodhimin e tyre për t'ia dhënë. Ndërkohë, Dritan, çfarë po ndodh me përpjekjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të, le të themi, për ta kthyer jugun e Libanit në një zonë ekonomike të veçantë dhe si thua për ta çarmatosur Hizbullahun, se në fund ditës ky është objektivi kryesor. Kjo është një propozim i të dërguarit Tom Barrack. Po, të dërguarit amerikan për Libanin Tom Barrack, i cili propozon ta kthejë në këtë dhe kjo zonë e veçantë i jepet qeverisë dhe nën kontroll ushtrisë libaneze, të cilën ka premtuar që në rast se ndodh kjo, pra Arabia Saudite dhe Franca kanë premtuar që do ta furnizojnë me armë të gjitha armët e nevojshme që i duhet ushtrisë libaneze që të arrijë të bëjë përjashtimin nga kjo zonë të forcave të Hezbollahut dhe çarmatosjen e tyre. Pra e gjitha çfarë po ndodh aktualisht, pavarësisht këtyre teorive ekonomike dhe politike, qëllimi i tyre është zhbërja e Hezbollahut, njësoj siç është zhbërja e Hamasit, pra ky aks i rezistencës që ka ekzistuar, që ishte Hezbollah, Hamas, Houthi, Irani, ky aks i rezistencës duhet të zhbëhet. Pra mos i kësoj aks i rezistencës, në kuadër të kësaj është dhe qëllimi është që pastaj ndahet në vende të caktuara. Pra aktualisht në Liban qëllimi është që të shkojmë drejt një lufte civile midis Hezbollahut dhe qeverisë aktuale të Libanit dhe ushtrisë libaneze dhe qeverisë libaneze. Pra ta rifusin në luftë civile. Në moment që e fusin në luftë civile, vazhdojmë në atë idenë e kolonizatorëve që përçaj dhe sundo. Pra në moment që e fut në luftë civile, atëherë forcat izraelite do të futen për të kontrolluar komplet të jugun e Libanit dhe ta rimarrin sërish në kontroll, pra jepet mundësia për të rihyrë me trupa, sepse Hezbollahut pastaj duhet të luftojë në 2 fronte. Në një front të luftojë me ushtrinë izraelite, me ushtrinë libaneze, në një front të luftojë me Izraelin, gjë që e ka tepër të vështirë. Dhe kjo ja lehtëson punën nesër ushtrisë libaneze. Ushtrisë izraelite, ushtrisë pushtuese izraelite. Pra ky është qëllimi i shkrimit. Deri më tashti, të gjitha qëllimet, të gjitha tentativat e tyre kanë dështuar që të bëjnë të në Liban dhe tashmë kanë zgjedhur këtë tentativë tjetër që ofrojmë një zonë të lirë ekonomike. Pra që njerëzit të gënjehen nga ana e ekonomisë. Por duke qenë se gjithë ky territor në jug të Libanit është i banuar me shumicë popullsi arabe shiite dhe jo popullsi arabe sunite, besoj që popullsia arabe shiite është e gjitha e aktivizuar dhe e gjitha e rreshtuar në krahët e Hezbollahut, sepse Hezbollahu është një forcë politiko-ushtarake dhe ekonomike në Liban. Është fuqi ekonomike. Është fuqi ekonomike në Liban. Unë besoj që edhe kjo nuk do të gjejë vend dhe nuk do të gjejë qasje. Ndërkohë, Dritan, për herë të parë që nga fillimi i pushtimit rus në Ukrainë, këtë e thot Wall Street Journal, Shtetet e Bashkuara do t'i ofrojnë forcave të armatosura të Ukrainës të dhëna inteligjente për sulme me raketa me rrezet gjatë kundër infrastrukturës energjetike brenda territorit rus. Si e vlerëson këtë moment në kuptimin që çfarë ndryshon? Nuk ndryshon asgjë. Unë sërish po e përsëris, nuk është hera e parë. Pra herën e parë u dhanë kur u dhanë Atakams, pra Atakams ishin me rrezet gjatë veprimi deri në 600 kilometra dhe duke qenë se u dhanë Atakams, u dhanë edhe kjo mundësi e goditjes me Atakams, pra këto të dhëna
Të dhëna informative, e ka përdorur edhe në 2023 dhe 2024, pra nuk është hera e parë që jepet. Pavarësisht se mediat e nxjerrin si për herë të parë gjë e çuditshme. Wall Street Journal e ka. Po, është çuditshme se mjafton gjithkusht të referohet përdorimit të atakamsve, pra çdo kush që është interesuar për këtë gjë mund të hyjë në Google të shojë atakams Ukrainë dhe do të shohë aty të njëjtën gjë, pra atëherë do të shohë të njëjtën deklarim, pra për herë të parë jepet, atëherë ishte për herë të parë. Pra sot nuk është për herë të parë, është për herë të dytë, tretë dhe të katërt. Kjo nuk do të sjellë një ndryshim të madh për arsye se që të japësh këto goditje, pra e para që të japësh këto goditje, ti mund të nxjerrësh këto pika. Këto pika të goditjes normalisht që duhet t'ia japësh Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mund të nxjerrësh edhe nga Google i vet disa pika, por ama në rast se ti nxjerr një bazë dhe baza është sa të mos sa gjysma e Tiranës, atëherë normalisht që të duhet në këtë aspekt në Google ti mund të nxjerrësh bazën. Po në Google nuk mund të përcaktosh ku është vend komanda, ku është komanda, ku janë godinat e drejtimit, taktik, gjitha tjera. Dhe për këtë të duhet informacion i detajuar ushtarak cilën mund ta marrin me satelit vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, për arsye se vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës në gjithë perëndimin kanë kapacitete satelitore të zbulimit strategjik. Ky quhet zbulim strategjik. Asnjë vend tjetër i NATO-s nuk ka kapacitete të zbulimit strategjik. Pra kjo, dhe në gjithë globin, zbulim strategjik aktualisht kanë vetëm 3 vende. Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusia dhe Kina. Asnjë vend tjetër i botës nuk ka zbulim strategjik. Të këtij kapaciteti. Të këtij për të zbuluar. Të këtij kapaciteti nëpërmjet satelitëve. Pra këto kanë dhe për të përcaktuar objektivin e saktë, që i cili duhet raketës, pra me plus minus 50 metra ose 75 metra nga vendgoditja e objektivit, nga epiqendra e objektivit, të duhet ky zbulimi strategjik i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Zbulimi i cili nuk është se ka munguar deri më sot. Problemi është se mirë zbulimin e japim dhe po japim dhe hartën edhe objektivin me koordinata të sakta. Çfarë është ajo raketë e cila do përdoret? Sepse deri më tash të gjitha raketat që janë dhënë kanë dështuar. Pra cilat raketa do t'i jepen tashmë Ukrainës për të përdorur? Ukraina ka deklaruar që ka për dy raketa sa njëra është Flamingo, e cila nuk është një raketë ukrainase, pavarësisht se paraqitet se Ukraina është një raketë vjetër ruse Flamingo, po. Tun-141. Në gusht po, është Tun-141, i është vendosur një motor reaktiv dhe ky motor reaktiv këtë e ka bërë që të rritet kapaciteti pra të shkojë distanca nga 600 km që ka pasur këtë 41, i është rritur deri në 2500 km. Por ama problemi është i kësaj rakete që të navigojë një raketë, pra të lundrojë një raketë e tillë në ajër dhe të shkojë në këtë objektiv, i duhet ndihma satelitore. Pa navigimin satelitor nuk mund ta bëj dot. Pra këtë navigim satelitor duhet ta bëjnë nëpërmjet satelitëve amerikan për këtë goditje në objektiva. Të caktuara. Në rast se do të kemi raketa, çfarë do të raketë që do të lëshohet do të godasin këtë objektiv, atëherë kemi futjen direkt Shtetet Bashkuara të Amerikës sepse kemi përdorimin e këtyre satelitëve. Të mos harrojmë në momentin që u përdoren atakamët. Atakamët nuk u përdoren nëpërmjet satelitëve, sepse atakami kishte kapacitetin 600 km, deri në 600 km atakami nuk ka nevojë për mbikëqyrje satelitore. Midis 600 dhe 800 km dhe sipër, atëherë çdo lloj rakete ka nevojë për drejtim satelitor. Po, Amerikanët dhanë objektivat në 2023-2024 dhe dhanë edhe atakamin, por nuk e futën atakamin nën kontrollin e satelitit të tyre, sepse kjo do të thoshte luftë direkte pra. Po. E njëjta gjë jemi tashmë. Ti mund ta japësh, jo, edhe te këtu. Pra, nuk thuhet që do hyn, pra thuhet që do t'i japi, pra po ta lexoj me vëmendje, ajo thotë që do t'i japi objektiva. Do t'i ofrojnë forcave të armatosur të Ukrainës të dhëna inteligjente për sulme me raketa. Pra, do t'i jap objektivin. Por nuk do të thotë që unë do të ndihmoj ty me satelit drejt këtij objektivi, sepse objektivi mund të jetë 2000 km larg. Ti për këtë 2000 km të duhet navigimi satelitor. Pra të navigimi satelitor nuk e ke tjetër gjë. Dhënat janë tjetër gjë. Unë ta jap të dhënën, kjo është normale, s'ka ndonjë gjë. Pse me një mendje normale, pra në çdo lloj norme luftarake, në çdo lloj norme ndërkombëtare, edhe kjo e dhën hyn në konceptin e bërjes luftës, po nuk të përfshin. Unë po ta jap këtë të dhënë dhe ta jap të dhënën dhe tashmë ti lëshoj këtë raketën tënde dhe kjo raketa jote pa navigimin satelitor mund të shkojë në objektiv, po si thash, baza është sa gjysmë e Tiranës dhe mund bjeri në Sauk, ndërkohë që objektivi që duhet goditur është në Kamës. Pra kjo është ndryshimi i kësaj. Pra këtu është ajo, pra kjo nuk do të thotë përfshirje direkte të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Prandaj lozet në këtë aspektin. Pra unë ta jap ty të dhënën, po se si e godet ti të dhënën është problemi jot. Kjo nuk e përfshin bën duar jashtë. Në aspektin politik dhe në aspektin që shohin si puna juaj që një gazetar dhe të tjerë që shohin edhe njerëz që na dëgjojnë që nuk e kanë konceptin e funksionimit
ushtarak të kësaj gjëje, mendojnë se këtu tash filloi lufta. Dhe u përplasën Rusia me Amerikën. Jo. Po kjo është ndarje shumë e hollë në fakt. Me këto gjëra të vogla pra bëhet ndryshimi i asaj çfarë vërtet ndodh në terren. Pra nuk shkojmë drejt saj. Dhe kjo përdoret politikisht për të rritur atë idenë se po shkojmë drejt përplasjes, ndërkohë që realiteti jemi aty ku ishim, pra nuk kemi bërë asnjë hap përpara. Po ndërkohë Putin ka reaguar, Dritan, ka bërë disa deklarata dje në lidhje me këtë, le të themi, nëse SBA do të godiste apo do t'i dhuronte Ukrainës Tomahawk bashkë me ato nëndetëset apo ato anijet e tjera që përdoren për ja ku është rasti. Pra, nëse kjo do të ndodhte, Putini ka thënë kjo është i përshkallëzim, do ishte shumë i rrezikshëm. Këtu jemi në luftë, pra këtë po them edhe unë. Pra këtë sa po shpjegova, pra në momentin që ti i jep atij një kapacitet të tillë, pra jep këtë anije, që ka Tomahawkun. Fregata, dhe kjo anije do ta përdori këtë Tomahawkun nëpërmjet satelitëve tu për të mbërritur goditë. Atëherë këtu kemi përfshirjes së Bashkuar të Amerikës në luftë. Pra këtu është ndryshimi që ka edhe ajo deklaratë. Pra ajo deklaratë thotë unë të jap ty informacione të dhëna. Po thotë do të jap larg, po, është shumë e vërtetë pra, nuk është një ndryshim shumë i madh në asaj aspektin kur e shef, pra kur e demonstron në këtë mënyrë, pra anijen, pra në rast se do na ndihmoj regjia me anijen. Duhet anija, po. Regjia nëse ke mundësi të duhet anija, të duhet raketa, të duhet sateliti, por mbi të gjitha të duhen njerëzit që ti nuk i ke, pra janë amerikanë që do të përdorin këtë anije, sepse ti s'ke këtë kapacitet të tëndin teknologjik, se ke pasur asnjëherë, pra nuk di ta përdorësh, të duhet njerëzit që të përdorin këtë raketë, të duhet njerëzit që të mbajnë ndërveprimin midis anijes, raketës dhe satelitit. Pra do jenë vetëm amerikanë. Në këtë moment, absolutisht, në këtë moment kemi përfshirje direkte të Bashkuar të Amerikës në luftë, dhe atëherë jemi në luftën e tretë botërore. Pra nuk kemi absolutisht jemi në luftën e tretë botërore, po kjo nuk ka ndodhur. Prandaj them që vetëm të dhëna dhe pastaj ti se si përdor të dhëna. Jo, është vërtet, të dhëna bëhet fjalë. Duhet lexuar me kujdes, prandaj unë sugjeroj çdo kënd ta lexojë me kujdes çdo lloj deklarate, pra të mos e lexojë në anën emocionale, po çdo rresht duhet analizuar, duhet parë ku ndahet, ku vendoset presja. Për shkak se presjes shpërtoi Lenini nga pushkatimi. Pra kur arrestuan Leninin dhe u dha urdhër carit ta pushkatoi. Regjia mund ta çojmë, besoj kjo duhet të jetë ajo fregata, po. Prandaj po them, për një presje Lenini shpëtoi nga pushkatimi në kohën e carit, sepse u dha urdhri, por Lenini ishte arrestuar dhe u tha të lirohet presje, jo, presje të pushkatohet. Dhe ajo telegrafista vetëm ndroi presjen, thondi, hoqi njërën presje, pra të lirohet presje, jo të pushkatohet presje, dhe u lirua Lenini, pra për një presje Lenini shpëtoi dhe bëri revolucionin, edhe këto deklarata. Duhet parë ku është presja, se për një presje shkojmë në luftë. Është lojë e hollë kjo që bëjnë ata me këto deklarata, është lojë e menduar mirë që t'japin pikërisht këtë impakt. Po ja, kjo është një fregat që absolutisht, pra nuk ka asnjë shans që Shtetet Bashkuara të Amerikës t'japin këto fregata, sidomos në as në ndetse, as fregata, sepse në mënyrë për ndryshe, pra nuk po e japin Izraelit. Izraelit po ja shikoni. Ata po sakrifikojnë çdo gjë për Izraelin. Po sakrifikon dinjitetin e vet Amerika. Po sakrifikon ekonominë e saj për Izraelin sot. Po. Pra për genocidin që ndodh në Gaza, po për krah genocidin, po çfarë bën? Po e për krah atë duke i dhënë armatime, municione, po nuk i ka dhënë as fregata, as në ndetse që i duhen Izraelit që të japi fuqi zjarri. Pra nuk ta jap, pra ti përdorim ato që ke. Pra kur s'ja jep Izraelit, harroni që t'i japi Ukrainës. Duhet të kemi një gjë parasysh. Çdo mendje e logjikshme në këtë dynjë duhet ta ketë parasysh një gjë. Në asnjë moment, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kushdo të jetë në qeverisjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, çfarëdo lloj individi, nuk e ndron Washingtonin me Kievin. Nuk ka për të ndodhur kurrë. Po. Ndërkohë, Dritan është përgjigjur Putini për sa i përket deklaratës Trumpit që Rusia është një tigër prej letre. Si e pesi? Shiko, është një deklaratë interesante. Putini ka vendosur dy gjëra aty, pra. Është përgjigjur në një mënyrë diplomatike tepër interesante, por tepër domethënëse. Pyetja është bërë që Rusia është tigër prej letre dhe Trumpi ka thënë, Putini ka deklaruar që po Trumpi ka thënë që edhe NATO është tigër prej letre, edhe Rusia është tigër prej letre. Atëherë kush është tigri i vërtet në këtë moment? Kjo ka qenë përgjigje. Pra, përgjigja ishte e tillë. Pra do të thotë që kur ti aty këton NATO-n, tigër prej letre, se kështu ka thënë, NATO është një tigër prej letre. Dhe ti je antar i NATO-s, pra ti je NATO. Amerika është NATO realiteti, pra nuk është Shqipëria NATO, tonte Maqedonia e Malizit, harroni këtë muhabet. Pra, ne jemi pjesë po jemi në NATO. NATO është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra kur ti thua NATO është tigër prej letre. Rusia është tigër prej letre. Atëherë Amerika që nga rrotë tigër prej letre dhe Rusia kush është tigri i vërtet në këtë mes?
Kjo është përgjigje. Kjo është përgjigje. Ndërkohë ka folur edhe për dronët Putini, drita nuk e dija i pesi si deklarata, tha do t'i ndalojmë, tha nuk do t'i lejojmë më. Si e lexove para shumë qëndrimet e Putinit? Qëndrimet e Putinit janë në aspektin e kësaj. Ka mbajtur një qëndrim diplomatik, pra vazhdon Rusia të veprojë në mënyrë të kundërt me Bashkimin Evropian. Pra the me Bashkimin Evropian dhe jo me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë demilitarizuar diplomacinë e tyre.